Shkolla 22 dhjetori nga Berati i Shqipërisë sot vizituan shkollën e Minduraku në Prizren, ku me këtë rast janë pritur nga shkolla dhe drejtori Rahim Bekteshi, si dhe kolektivi i kësaj shkolle. Pastaj është bërë promovimi një libri të një nxënësi nga Berati nga ajo shkollë, kurse po kështu është binjakzuar dhe klasa 5 të kësaj shkolle me nxënësit e mësuesen Merita Shporta. Ku lidhur me këtë vizitë dhe mikpritjen ka falenderuar Gentiana Ceno nga nën drejtoresha e shkollës 22 dhjetori nga Berati, i cila ka falendëruar përzemërsisht mikpritjen dhe po kështu ka uruar një mbarësi. Në vërtet dy shtete të ndryshme, por jemi një kom, jemi një gjuhë, kemi një kulturë dhe ne dikur kemi mësuar vetan dhe ne jemi Mindurakut në shkollën tonë. Kur kam qenë unë nxënëse, ne e mësonim dhe e kondonim të ne jemi Mindurakut. Kështu që është vërtet kënaqësi dhe vërtet emocion të jem këtu. Ju faleminderit. Kurse mësuesja Merita Shporta entuziazmuar ka falenderuar mysafirët e veçanërisht drejtorin e kësaj shkolle Rahim Bekteshi, i cili ka bërë që ky binjakëzemi bashkëpunimi të ketë sukses. Sot e lidhi një urë miqësie, zemrat në rrahin bashkë, Berat dhe Prizren. Besoj kjo urë e miqësisë do të vazhdoj për mot me gjeneratat e reja, tash janë filiza, po në të ardhmen do të ketë kontakt të përhershëm. Ne si shkollë e falenderojmë drejtorin e shkollës këtë organizim që na ofroi mjaft në çdo aspekt. Kontributi i tij është madhor. Nuk kam gjë tjetër të shtoj, veçse t'ju falenderoj edhe të kaloj një ditë të bukur, qaste të paharruara bashkë. Ju jeni gjeneratat e reja, kurse prindrit tuaj, mësimdhënësit, por edhe kolegët e mi të kësaj shkolle, gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99, mbi gjysmë milioni shqiptar të Kosovës do thotë kanë gjetë streh në Shqipëri, sepse Shqipëria për ne është nën. Ne jemi dek të Shqipërisë, pa jemi një këmbë. Dhe prejhen e gjetën të nëna jonë, të nëna Shqipëri. Pas kësaj vizite dhe binjakëzimit që u bë në shkollë, nxënësit e ardhur nga Berati të bashkëshoqëruar me nxënës të kësaj shkolle dhe pjesë të stafit shkollor i kanë vizituar monumentet e shumta të Prizrenit. Vizita e tyre është më shumë se një takim i thjeshtë, është fillimi një miqësie të re, është binjakëzimi i zemrave tona të reja, që rrahin me gëzim e dashuri për dijen dhe për njëri tjetrin. Ne, nxënësit e klasës së 5-1, mezi kemi pritur këtë ditë. Kemi përgatitur këngë, poezi, buzëqeshje dhe zemrat tona të hapura për t'i bërë mysafirët tanë të ndjen si në shtëpinë e tyre. Në dy flamur të përfaqësojnë dy shtete ku janë në shkolla të cilat jemi duke binjakëzuar sot. Nga Prizreni si emër sinonim e ka Muzeumin e Qiellin e Hapur. Pse quhet me këtë emër? Për shkak se ka shumë trashëgimi kulturore dhe historike dhe të cilat të gjitha këto trashëgimi gjenden në çdo cep të qytetit të cilat mund t'i shohim. Dhe për këtë arsye si emërtim sinonim quhet Muzeumin e Qiellin e Hapur. Kurse pas këtyre vizitave në një salë të abicaqësisë është shfaqur një program i përbashkët nga nxënës të dyja shkollave.